Qeveria gjermane ka vendosur sot që të rriten pagesat minimale për një orë punë në Gjermani, që me siguri është interesante edhe për shumë shqiptarë. Qeveria thotë se kjo është një rritje historike e madhe e pagesave minimale që do të bëhet në dy hapa, në janar të vitit 2026 dhe në fillim të vitit 2027. Ajo është vërtet historike, këtë duhet ta vlerësoni ju vetë, miq të dashur, në veçanti ju që jetoni në Gjermani, por ja vendimi i qeverisë gjermane që është miratuar sot me 29 tetor 2025. Por edhe një gjë, këto çmime janë bruto, që do të thotë se nga këto pagesa duhet të paguhen edhe tatime dhe kontribute, e besoj se i dini cilat janë. Sidoqoftë, qeveria vendosi që nga janari i vitit 2026 të rriten pagesat minimale në 13 euro e 90 cent bruto për një orë pune. Kjo do të thotë se nga janari i vitit të ardhshëm në Gjermani asnjë punë nuk mund të paguhet më pak se 13 euro e 90 cent për një orë pune bruto pra. Ndërsa, nga janari viti 2027, pagesa minimale për një orë pune do të jetë 14 euro e 60 cent. Për ata që nuk e din, ju kujtoj se pagesa minimale aktualisht është 12 euro e 82 cent për një orë punë. Por edhe këtu ka nevojë për disa shpjegime. Kjo pagesë minimale vlen për të gjithë. Ndërsa, disa profesione, siç janë për shembull, kujdesi për të moshuarit, infermierët apo dhe shumë profesione të tjera, pagesat minimale në këto profesione janë më të larta se sa këto që i përmenda. Sidoqoftë, nga kjo rritje do të përfitojnë rreth 6.600.000 punëtorë në Gjermani, që punojnë pra mbi bazën e pagesave minimale në këtë vend. Ndryshe, rritja e pagesës minimale për një orë punë bëhet sipas rekomandimeve të komisionit që quhet Komisioni për pagesat minimale, ku janë të përfaqësuar edhe punëdhënësit, sindikatat, institucionet e shtetit e tjerë. E kjo rritje zakonisht përshtatet me lëvizjet e çmimeve në treg, ndonë se kohët e fundit, më duhet ju them, ka pasur një inflacion tepër të lartë në Gjermani. Kur them kohët e fundit, e kam fjalën vitet e fundit, edhe shtrohet pyetja natyrisht edhe nëse kjo rritje e pagave minimale, pagesave minimale më mirë them për një orë punë, i mbulon edhe inflacionin dhe çmimet. Sidoqoftë, këtu janë pra vendimet e sotme të qeverisë, ndërsa ju, nëse doni, abonohuni në kanalet e mia dhe ju lutem ta shpërndani këtë informacion, sepse me siguri që është me interes edhe për shumë shqiptarë që ndoshta eventualisht mund t'i gëzohen këtij lajmi, sepse paguhen me pagesa minimale. Ndërsa unë ju falenderoj shumë që jeni me mua dhe mirupafshim së shpejti, sepse në Gjermani në këtë vjesht vërtet ka shumë ndryshime ligjore që prekin secilin prej nesh që jeton në këtë vend. Dje edhe sot ka pasur për shembull debate madje edhe për kërkesat e keqes së dy shtetësisë, por për këtë do t'ju njoftoj në ndonjë video tjetër të posaçme, sepse akoma bëhet fjalë pra vetëm për mendimet të disa politikanëve të CDU-s dhe CSU-s dhe jo për kërkesa zyrtare. Por sidoqoftë, ky debat është hapur dhe po flitet edhe për këtë mundësi, ndonse ju e dini që vetëm kohët e fundit, pra para pak kohe, ka ndryshuar ligji për shtetësinë dhe është hequr ai rregulli pra që shtetësia gjermane të merret pas 3 vitesh. Por me këtë ju kam njoftuar. Sidoqoftë do t'ju njoftoj edhe me debatet e reja. Faleminderit që jeni me mua dhe mirupafshim.